Shikues të televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Pros and Cons, ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Qeveria ka miratuar skemat e reja të mbështetjes në bujqësi, ku përcaktohet se si do të ndahet fondi prej 52 milion eurosh për vitin 2026. Skema ka pësuar ndryshime të rëndësishme nga ajo e vitit 2025, por edhe viteve të mëparshme. Për diskutuar avantazhet e disavantazhet që sjell kjo skem, kam të ftuar zotin Fatmir Guri, zëvendës ministër i bujqësisë. Mirë se erdhe, kënaqësi. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Dhe zotin Alban Zusi, ish zëvendës ministër i bujqësisë dhe ekspert shumë i mirë i fushës. Mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit. Ndalemi tek pros and cons që kemi nxjerrë paraprakisht sa i takon skemave të reja të mbështetjes në bujqësi. Tek pros flasim për rritje të financimit për KRER, për blegtorin, por edhe bletarin. Më shumë fonde për bletarët, si dhe grante deri në 10.000 euro për blegtorët. Tek cons apo disavantazhet përmendim ndryshimin e skemës së naftës në bujqësi, tavane përfitimi për fermerët, si dhe fragmentarizëm i tokës bujqësore. Megjithatë do t'i diskutojmë një për një. Dua ta nis pak me zotin Guri. Skema e mbështetjes në bujqësi ka ndryshuar. Pa prekur një për një se ne do ndalemi tek të gjitha masat. Ka më shumë avantazhe në optikën tuaj apo ka edhe disa disavantazhe? Absolutisht ka më shumë avantazhe. Avantazhi i parë është avantazhi i shumës. Neve nisim me skemën me një vlerë më të lartë, pra me një fond më të lartë, krahasuar me gjitha skemat që ne kemi pasur deri tani. Flasim për 52 milion euro, të cilat përbëjnë skemën me fondin më të madh të alokuar ndonjëherë nga buxheti i shtetit. Fillestar, fondi fillestar. Fondi fillestar, sepse të gjithë e dim që skema shoqërohet me mbështetje të vazhdueshme për gjatë gjithë vitit. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë i rëndësishëm është që në mënyrë të qartë skemën e ndajmë në dy shtylla kryesore, që janë investimet dhe pagesa direkte. Investimet, të cilat janë ato të cilat në mënyrë të vazhdueshme mbështesin fermerët dhe sektorin për rritjen e kapaciteteve të tij prodhimit, dhe mbështetjet direkte të cilat shërbejnë për të stabilizuar nivelin e të ardhura për fermerët dhe blegtorët. Elementi i tretë i rëndësishëm është që për herë të parë në pronset e tua unë nuk e pash, për herë të parë në këtë vit neve integrojmë atë që është pagesa direkte për hektar, e cila është në vlerën e 100 eurove, së 10.000 lekëve të reja për hektar, i cili është një prej instrumenteve që ndryshon skemën tonë, duke e kthyer nga një skemë direkte të mbështetur mbi prodhimin në një skemë e cila mbështetet mbi sipërfaqen. Qartësisht pra në optikën e Ministrisë Bujqësisë është një skemë me shumë avantazhe, fatkeqësisht aty 3 është formati që bëjmë, po do të shtojmë në vazhdimsi. Pyet zotin Zusi, si e shikoni këto ndryshime në skemë, me avantazhe apo disavantazhe referuar skemave të mëparshme? Pa diskutim që ka disa avantazhe, ka disa përmirësime të bëra, gjëra që edhe unë personalisht, po edhe ekspertë të tjerë, edhe njerëzit fermerët i kanë kërkuar. E para që është rritur fondi, do prisnim që të rritet më tepër, për më tepër që jo më larg se mbrëm, unë dëgjova kryeministrin i cili tha që ka pritshmëri që këtë vit të arktojnë mbi 1 miliard euro plus në buxhetin e shtetit. Atëherë 1 miliard euro plus në buxhetin e shtetit, sikur t'i jepnim 20% bujqësisë, do të duhej që një 200 milion t'ja jepnim bujqësisë. Dhe në këtë kontekst, unë do të prisja që kjo të rritet më tepër, mbase planifikimi është bërë muaj më përpara, me siguri Fatmiri, ministri e tjerë do të lobojnë për të arritur këtë fond dhe duhet të arrisim. Por gjithsesi është më shumë se sa përpara. Elementi i dytë është që kemi një ulje të disa tavaneve që kanë qenë, të cilat unë i kam kritikuar jashtëzakonisht shumë, sepse një fermer me 9 lop, ai është biznesmen. Ai nuk është duke prodhuar për nevojat e tij personale. Dhe ti nuk ke pse diferencon nga ai që është me 11 apo me 10, sepse po e lëm mbrapa këtë. Kështu që ulja e tavanit në 5 është për të përgëzuar, unë do isha që të kishte një formë tjetër, sepse edhe ai me 5 përsëri, 5 lop herë 25 litra qumësh, po themi, bëjnë 100 sa litra qumësh në ditë, nuk i don për veten e tij ai.
I 100 sa litër. Për të shitur i do. Për të shitur i do. Biznesi është duke bërë edhe ai. Atëherë pse të mos e mbështesim? Pastaj rrugës diferencohen, dikush rritet, dikush ngel aty, dikush zvoglohet, del. Por jo ne qysh momentin e parë ne ta diskriminojmë në raport me dikë tjetër, po. Pra ai që ka 5 me atë që ka 6. Sepse mundet fare mirë edhe ky duke u trajtuar në të njëjtën formë, mundet që edhe ky të na rritet. Shikon ndonjë disavantazh përgjithshëm në kjo skemë? Po them avantazhet, dizavantazhet pastaj. Okej, do ndalemi një për një prandaj. Edhe ke dizavantazhet. Por gjithsesi ne duhet jemi pozitivist kur diçka ndodh mirë, duhet ta themi atë që ka ndodhur mirë për ta promovuar dhe për të nxitur që të vazhdojmë andej. Për shembull në këtë skemën e uljes tavanit, un jam që të ulet fare, të hiqet fare tavani dhe të kalohet në pagesën për njësi. E di se kush është kundër argumenti që mund të hedhë Fatmiri, por nuk ka asnjë lloj vleret ajo gjëja. Ai kundër argument, sepse e kam dëgjuar nga teknicien të tjerë më përpara në atë ministri, për sa kohë ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian për të ardhur këtu ku është dhe për të ndërtuar ca skema që ne do duhet të përshtatemi me to, ka kaluar më përpara në këtë skema që po themi ne. Pra e ka nxitur prodhimin, e ka bërë prodhimin, e ka nxitur për njësi, e ka çuar atje ku është modernizuar fermeri, ka rritur një standard caktuar, pastaj ka kaluar në ca forma të tjera dhe në këto format e tjera është kaluar në sajt të presionit të konkurrencës ndërkombëtare. Pra, Amerika me Bashkimin Evropian janë detyruar të ndërtojnë disa skema, le të themi, të kamufluara të mbështetjes, pa shkuar tek mbështetja drejt për të rregulluar konkurrencën tregtare. Por ne nuk jemi në këtë fazë, dhe ne nuk na e thot njëri. Dhe unë kam qenë në Tryezë me kryeministrin në takimin e Cerrikut të datës 2 korrik, kur vetë kryeministri, mbasi dëgjoi argumentat tonë, tha, po pse të mos e bëjmë kështu, tha. Një funksionar tjetër i tha, po jo se BE-ja, po ne jemi në BE, tha, kur të futemi në BE, tha, po bëjmë edhe ne rregullat e BE-s. Çfarë duhet të them me këtë? Dhe ja them Fatmirit si mik edhe si akademik, sepse unë besoj se Fatmiri në atë funksion nuk ka vajtur për aktivitet politik, por ka vajtur për kontribute akademike që mund t'japi. Për t'i sistemuar gjërat. Për t'i sistemuar gjërat. Ne nuk duhet themi s'na e lejojnë pa na e ndaluar. Ose nuk duhet themi një gjë se ato të BE-s nuk i kanë shumë qef këto gjëra, sepse unë jam ballafaquar vetë me këto lloj opinionesh. Një gjë se ato e ndalojnë. Kur i kam thënë ku ndalohet, jo, s'është e ndaluar, po ato nuk i kanë qef. Tani kemi një problem pasaj, kur thuhet dikush me opinion nuk i kanë qef. Ne duhet të ndërtojmë çdo lloj forme, çdo lloj instrumentit për ta fuqizuar fermerin ton, që kur të shkojë në 2030-ën, 2035-ën, kur do që të shkojë dhe të ballafaqohet me fermerin evropian, ai të jetë sa më i fuqizuar. S'mundemi t'ja fillojmë fiskulturën që është sot atij, dhe t'i themi je këtu, ke këto limite, ndërkohë që ai nuk është në BE, ndërkohë që ai nuk i ka benefitet e fermerit BE-s, por ti do të zbatosh rregullat e fermerit BE-s ndonë se si në BE. Nga ta pysim. Kjo është çështja që konceptuale që unë insistoj që Ministria e Bujqësisë duhet të heqë dorë nga kjo qasje. E kam pas, ja vetëm një sekond. E kam pas edhe unë këtë problematik kur kam qenë në detyrë. Por unë gjithmonë kam thënë, unë do e mbroj fermerin tim derisa dikush të ma thoj zyrtarisht këtë gjë. Që është e ndaluar. E kuptoj. Atëherë, për erdhës vërtetës, neve kemi çdo vit një vlerësues i cili është shumë i rëndësishëm, që është raporti vjetor i Bashkimit Evropian, në të cilën neve na është kërkuar të paktën në vitet e fundit që të heqim dorë nga skemat e mbështetjes të lidhura me prodhimin dhe të kalojmë në skemat e mbështetjes të pa lidhura me prodhimin, sigurisht që neve na lejohet një sasi e caktuar e fondit të mbështetjes e cila mund të jetë e lidhur me prodhimin, sasi e cila duket se do të pësojnë ndryshim me kapin e ri nga i cili do të bëhet me dije nga viti 2027 dhe do të aplikohet në tutje. Por në këtë kuadër, në qoftë se ka diçka e cila është absolutisht të themi sankcionuar, është pikërisht që neve të kemi një ulje të mbështetjes e lidhur me prodhimin, zoti Zusi më kupton fare mirë, duke e kthyer këtë në një skemë mbështetje si për bujqësinë dhe për blegtorin të pa lidhura me prodhimin dhe ose me krerët
ose me hektarët. Skema e këtij viti në të vërtetë bën një hap shumë të madh përpara për sa i përket mbështetjes mbi hektarët, pra neve kalojmë në një mbështetje të mesatarizuar për hektar. Pra e ke fjalën për 100 euro për hektar, por ka një kusht, apo jo? Çdo fermer duhet të ketë 3 hektar për të përfituar këtë mbështetje, ndërkohë që në Shqipëri, sipas të dhënave që ekzistojnë deri më tani, ferma mesatare është 1.2 hektar. Pra një fermer disponon 1.2 hektar tokë. Kjo do të thotë faktin sepse neve shumë shpesh harrojmë që politikat publike për te faktit të mbështetjes, që është objektivi i parë i tyre, kanë edhe një objektiv të drejtimit të sektorit. Dhe në këtë kuadër neve mundohemi që nëpërmjet këtyre politikave të drejtojmë sektorin drejt një eficiencë më të lartë. Limiti 3 hektar, i cili është një limit që është vënë këtë vit, është një limit i cili tenton që fermerët të bashkojnë sipërfaqet e tyre dhe të bashkohen në tërësi për të rritur sipërfaqet mesatare. Pra, në një farë mënyre për të patur një vlerë ose një nxitje të shtuar për të ruajtur sipërfaqet e tyre. Gjithashtu, duhet të bijem dakord diçka, kjo skemë është një skemë e cila për herë të parë nuk vepron e vetme. Është një skemë e cila është në kuadër të disa instrumentave të cilat janë vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare për fermerin shqiptar. Flas këtu për, ja përmenda skemën e investimeve, dua t'ju përmend garancinë sovrane shumë e rëndësishme. Që është aktualisht në funksion? Që është aktualisht në funksion dhe shumë e rëndësishme, sepse skema jon e investimeve, skema investimeve e Ministrisë Bujqësisë jep në formën e grantit rreth 50% të vlerës së investimit, fermerët të cilët kanë nevojë për 50% tjetër të investimit kanë mundësi që nëpërmjet garancisë sovrane ta kenë në dispozicion dhe ta kenë me një kosto relativisht të ulët, që është 2%. Dhe akoma më shumë, dhe këtu dua të ndaloj, ka të bëj me shpërblimin ose rimbursimin në 10% të faturave blerëse, të cilat në një farë mënyre është një instrument i cili ekziston edhe në shumë vende, ekziston në vendet e Bashkimit Evropian, i cili vihet në ndihmë të fermerëve pikërisht për të rritur nga njëra anë nivelin e formalizimit të prodhimit dhe të sektorit bujqësor, sepse duhet bim dakord, neve duhet që domosdoshmërisht të rrisim nivelin e formalizimit të sektorit, që sektori realisht të marrë pjesën në të ardhurat dhe në buxhetin e qeverisë si që meriton në bazë asaj që ai realisht kontribon, dhe së dyti ka të bëj edhe me ndihmën e fermerëve në një situatë e cila nuk është shumë e favorshme ndërkombëtarisht. Qartë, më ndalo këtu, do të pyes për 100 euro për hektar. Duket si një shumë e mirë, po 100 euro për hektar, nuk e di se si e shikon optikën tënde. Është okej, s'është okej? Është një mbështetje që e nxit fermerin ta punoj këtë tokën? Unë do doja të thoja, me qenë se u futëm në këtë pikë, Fatmiri përmendi shumë elemente, po unë po i përgjigjem pyetjes tënde, pastaj them. Qëndrojmë strikt që ti trajtojmë gjitha gjërat. Atëherë, kur bëjnë skemat, duhet ketë studime. Po. Dhe këto studime duhet të publikohen. Unë një herë vetë me kam bërë skema dikur në 2014 dhe unë e kam bërë për secilin prej masave që kam thënë, kjo masë duhet të jetë e tillë, sepse ka pritshmëri që të rrisim me kaq prodhimin, ka pritshmëri që të rriten me kaq hektar serat, ka pritshmëri që të punësohen kaq njerëz etj etj. Dhe pse është kaq masa? Edhe ky 100 euroshi për hektar mund të jetë i duhuri, mund të jetë pak, mund të jetë shumë. Për një kulturë mund të jetë shumë, për një kulturë është pak. Në qoftë se ti jep 100 euro për hektar në grur, që gjithsejt merren 2000 euro prodhim, është 5%. Po në qoftë se ti jep 100 euro për hektar në ser, që janë 50.000 euro të ardhura, atëherë 100 euro që është i humbet në përgjepa. Sigurisht. Nuk gjendet asgjë kundi. Pra duhet të ketë një logjik bërja e gjës se ku duam të godasim dhe çfarë duam të rrisim. Sepse tek fermeri i grurit 100 euroshi për hektar mund të bëjë diçka, mund të jetë diçka, mbasi e kompenson një pjesë të asaj të karburante që
për mua po e diskutoj më vonë. Ndërsa tek fermeri i serës mund të mos ishte 100 euro për hektar mekanizmi, mund të ishte një mekanizëm tjetër që ta nxjisë atë. Pra, nuk duhet shkojmë në forma shablone, dhe unë për këtë kam qenë vazhdimisht kritik në mënyrën se si janë bërë skemat e mbështetjes në bujqësi, sepse përgjithsisht janë bërë në një format, le të themi shablon, bëjmë këtë, pa pasur personalizime për sektor, edhe për rajone, edhe për kultura, dhe mbi gjitha studime për pritshmëri. Dhe unë besoj se Fatmiri ndoshta të rrallë është vënë në vorbullën e atyre teknicienëve që ka gjetë atje, por unë besoj se Fatmiri, me lidhjet e tia edhe me universitetin, në qoftë se do t'i bënte një shërbim jashtëzakonisht mirë bujqësisë shqiptare dhe ati funksioni atje, është pikërisht që të vinte universitetin bujqësor për të ndërtuar ato hipotezat, strategjit e mbështetjes dhe pastaj t'ja transferoj Ministrisë Bujqësisë për t'i kthyer në politika ekzekutive. Ta pyesim se është fat i madh të kemi këtu, se ky emision është gjithmonë në bazë ekspertash dhe sot kemi nga Ministria e Bujqësisë për shkak se kjo temë është shumë e rëndësishme. Unë jam duke trajtuar Fatmirin si ekspert, jo si zëvendës ministër. Unë jam duke trajtuar si ekspert dhe po flas edhe unë në nivelin e ekspertit me të. Tani kur është përcaktuar kjo mbështetja? Është parapar se çfarë efekte do të ketë? Atëherë, neve kemi analizat brendshme që funksionojnë. Ndërkohë juve përmendet për tipe të ndryshme të kulturave apo edhe për zona të ndryshme. Neve kemi një model matematikor i cili është prodhuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Na ebni ta shohim. Të një studimit bërë atje, i cili në një farë mënyre riprodhon të gjithë ndryshimet që ndodhin në bazë të instrumentave. Pra, çdo masë e cila angazhohet, cili do t'jetë prodhimi ose cili do t'jetë efekti do t'jetë në ferma. Dhe një analizë e tij është bërë edhe për sa i përket masave të bujqësisë në këtë vit. Sigurisht që është shumë e rëndësishme të kuptojmë për shembull cili është efekti i 1 euro të hedhur në politikat publike si prodhimi shtuar apo si ardhur e shtuar e fermerëve, i cili ndryshon për shembull nga 1.24, pra me 24% më shumë në vetëm a 100 euro për hektar, në për shembull 7 herë më shumë përsa i përket 10%. Pra, analizat të tilla në të cilët neve shohim se cili do t'jetë efekti dhe cila do t'jetë sjellja e operatorëve individual në kuadër kur neve e testojmë me masat të tilla, sigurisht që analizohen. Ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme është pikërisht fakti se ndoshta këtë vit neve kemi menduar që për tipe të ndryshme fermash, siç e përmendët dhe juve, neve të drejtojmë instrumentat të ndryshme. Për shembull, është e vërtetë që 100 euro për hektar për perimet janë pak, por nga ana tjetër perimet do t'jenë ose do t'jenë tipi i fermave të cilat do të përfitojnë më shumë nga 10% i kompensimit, apo serat për të cilat 100 euro është shumë pak, do të përfitojnë më shumë nga 70% i shpërblimit nga mbrojtja biologjike. Pra, neve jemi munduar që të diskutojnë... Pse zero, Alban? Zero, sepse mbrojtja biologjike... Ka ndryshuar dhe masa për mbrojtja biologjike. Kushton një 5 herë më shtrejtë se sa mbrojtja konvencionale e para punës. Mbrojtja biologjike. Pra, do mbulot deri 70% e fakturës. Përsëri, fermeri nuk ka interes për ta bërë atë, edhe pse i mbulon 70%. Ndërsa po ja hoqe 70% që del jashtë lojet fare ajo mbrojtja biologjike, ditën që do hiqet ai subvencion. Po ka forma të tjera. Nuk besoj se është ky emision që mund ta ezaurojmë këtë punë. Por ajo çfarë unë do të thoja është pikërisht kjo. Duhet që Ministria e Bujqësisë të hapi procese reale të konsultimit me palët e interesuara dhe me ekspertizën që ekziston në treg tashmë. Sepse
duam apo s'duam ne, në treg janë krijuar njerëz të cilët për hir të punës që bëjnë biznesit, mbijetesës e tjerë, i kanë mësuar gjëra dhe i kanë llogaritë e bëra. Dhe me këto duhen hapur procese reale konsultimit. Nuk është proces konsultimit fatmirë që mbasi bëhet diçka në ministri, shko dhe komunikohet me 30-40 veta. Unë kam bërë procese konsultimit, por proceset e mia të konsultimit nuk kanë pas më shumë se 3-4 veta në zyrë. 5 veta për një masë të caktuar. Pastaj e kam bërë me 3-4 të tjerë brenda sektorit, pra me 3-4 të vegjël, me 3-4 të mesë, me 3-4 të mëdhej, por procesi i konsultimit dhe përsëri në këtë fush ta them ty sepse ti e njeh më mirë se kush do tjetër sepse e ke dhënë edhe në leksione këtë lloj gjëjet. Procesi i konsultimit është ai që do ja japi zgjidhjet dhe zgjidhje ka dhe thash nëse për dikën 100 euro janë shumë të rëndësishme, për dikën tjetër nuk është fare 100 euroshi, por është ndoshta kostoja e inputeve. Mund të jetë ndoshta një brendim i caktuar, mund të jetë ndoshta asnjëra prej këtyre, por dërgimi në një panajër pa kosto që ai të ketë mundësi ta shesi produktin 20% më shumë. Pra duhet kuptojmë në mënyrë të personalizuar për sektor të caktuar, për mallësi të caktuara, sepse në 3 dynim ser, që është mallësia mesatare e serave sot në Shqipëri, se unë i shoh serat për shkak të gjërave që unë bëj punët e mia, 3 dynim është. 3 dynim 100 euro për hektar janë 30 euro. Pse me 30 euro do e simulojmë serën. Edhe ajo pjesa e mbrojtjes biologjike, që është bërë shumë reklam. E para punës, për çdo insekti duhet kesh insektin tjetër vrasës. Pra, në qoftë se janë 4-5 insekte që mund ta sulmojnë një serë, ti duhet marrësh 4-5 insekte të tjera për ta vrarë atë. Këto kushtojnë. Dhe supozojmë se funksionuan. Funksionojnë, nuk është. Tani, mbrojtja biologjike nuk është më një situatë hipotetike. Mbas emisionit, sepse nuk duhet vënë në dritë errët askënd dhe jam pro inovacionit, mbas emisionit do të them se ku nuk ka funksionuar. Po pse thuaj në emision? Pse jo pas emisionit? Nuk duhet godas asnjë lloj inovacioni, përkundrazi. Nuk është qëllimi asnjëherë. Por inovacioni duhet të gjejë rrugën e vet natyrshëm, jo duke stimuluar në mënyrë të sforcuar diçka që ne e quajmë inovacion. Sepse nuk ka për të funksionuar. Mbrojtja biologjike ka vite që është dhe sot nuk është përhapur në më shumë se 20 hektar. E kuptoj. Zoti Guri, edhe një përgjigje të fundit për këtë që... Atëherë, për mbrojtjen biologjike nisim nga e fundit, në fakt. Është neve, për te faktit që neve, si përfaqet janë më të mëdha se sa ato që Albani përmendi, është shumë e rëndësishme që neve të drejtojmë edhe një qasje strategjike përsa i përket produktit shqiptar. Neve kemi naturalisht një avantazh të shtuar që është koha. Pra neve dalim në tregjet ndërkombëtare më herët se të tjerët. Për shkak të klimës që kemi. Sidomos në produktet të cilat janë në ambientet mbrojtura. Ajo që është e rëndësishme është që kësaj, duke qenë se jemi një vend naturalisht i vogël, pra sipërfaqet tona janë të kufizuara, duhet të shtojmë një nivel të rëndësishëm të cilësisë së produktit. Dhe mbrojtja biologjike shërben dhe perceptohet nga konsumatorët si një vlerë e shtuar e produktit tonë. Pra kjo është qasja që neve duam të nxjerrim pa dhe tek të cilën duam të drejtojmë fermerët. Ju thash edhe herë, skema nuk është vetëm dhe ekskluzivisht shpërblim. Skema është edhe drejtim. Qartë, okej, mirë. Do të shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për diskutuar sërish për skemat e mbështetjes në bujqësi për vitin 2026.